ndoshta jo pa qëllim e vendosur pikërisht në këtë javë, në javën që përkon me ditën e të dashuruarve. Gjithmonë jemi mësuar që dhe në jetë po dhe në skenë shoqërojnë vepra që përgjithsisht përmbajnë një dramë të caktuar dhe shpesh herë midis artistësh ne gjithmonë themi si s'kemi një vepër që t'jemi pak më me emocionet leta dhe kjo është pikërisht një vepër që ka ato bulzat e emocioneve të freskta, vjen një ngjarje që zhvillohet në një fshat ku emocione njerëzore përshkruajnë veprën nga fillimi deri në fund, por në një mënyrë të zbutur apo komike, i themi ne. Unë do t'interpretoj në rolin e Adinës. Adina është një personazh i freskët, një personazh e sigurt në vetvete, që vjen me këmbgulje, pak kapriçoze, por ajo që e bën të veçantë nga personazhet e tjerë është sepse ndoshta është e vetmja që ka një zhvillim emocional nga fillimi deri në fund të veprës. Pra ajo nis si një vajzë me emocione të thjeshta, që ndoshta nuk i intereson shumë dashuria. Ajo shkon drejt dashurisë me Nemorinon, me një djalë të thjeshtë që ndoshta e kishte shumë xhan, por që nuk e merrte në konsiderat asnjëherë.